Mbi 70 familje që jetojnë në bllokun e pallateve dhe banesave private në lagjën Docaj përgjatë rrugës Vëllezërit Frashëri, unaza perëndimore e qytetit, ndihen tërësisht të izoluara për shkak të gropave të mbushura me ujë dhe bllokimit që u ka shkaktuar vend strehimi ndërtuar në vitet 80. Banorët shprehen se prej më shumë se 30 vitesh janë drejtuar vazhdimisht Bashkisë së Shkodrës duke kërkuar ndërhyrje për sistemimin e këtij mjedisi dhe shështimin e vendstrehimit, i cili është kthyer në një pengesë serioze për hyrje-daljen e banorëve. Megjithatë, pavarësisht ankesave të përsëritura ndër vite, përfshirë edhe administratën aktuale, nuk ka pasur asnjë ndërhyrje konkrete në terren. Situata përkeqësohet ndjeshëm gjatë rreshjeve të shiut, kur niveli i ujit arrin në 50 cm, duke bllokuar plotësisht hyrjen dhe daljen nga pallatet dhe shtëpitë private. Shqetësimi jon i kash më valla, me i do mas më log nas muna, dimën vers mundam nuk muna as me la makinat, pluhun, llaç bëhet që bjeni pikshi, suna me dal për hymit. Shikoni vetë gjithçka tjetra, 700 herë. Kam kanë mbledhë atë çantat bashkisë, aty asison bot s'kan bë. 3-4 herë kam thënë te kryetarit lagjës, salon rrugic po ushtru. Ashtru tanova kryqi dal livadet, ka fermentimi, mark lula, ka tundet asfalt, në morë bi thon guj. Te fundit pa thaj makinat i doja. E kena rregullu 2-3 herë. Hymja pallatit, shka shive bjen shis, muna me dal, duhet me dal majet në themër ose me vutulla. Qa me dhe thënë mo? Qiko kene edhe tjetër më, qërë, urda, që është pijat për i vati? Urda, që pallati tjetër më, zi qa me thëmë. Ashtë problematike, si të mos për finte e vetë që shkoj në shkollë, duhet me marrë masë që me mbojt mi shtokit punë, mi e rregullu sa më parë. Anë ku jene, po, me se kanë pa të ashtu me i vanoshe për efekt fondë, se kushe mërë për shkët punë më jatë. Lagje shumë i vjetër është për atë punë, ka metë, edhe pallatet kanë bëhet vetën, a problematike se ka dhe rrjedhët e këtyne ujnave të zeza që dalin sipërfaqe, bëhen shqetësuese, sidomos për finte e vegjël. Krahas problematikës së ujrave dhe kanalizimeve, një tjetër shqetësim për këtë blok mbetet vendstrehimi, i cili ngrihet rreth 1 metër mbi nivelin e tokës ku qytetarët duhet të kalojnë për të shkuar në baneset e tyre. Qysh në 85-ën në marrë tokë, boqet janë bë apartamentet. Edhe asnjëherë s'ka ardhur kërkush me shtru këtu, me hell asfalt, as kena adres, as adres, kena bo kërkej, as adres kena, me dek dikush s'ka adres. Meseja na pengon me hi me dal, që na ka kalojmë, e kena bo rampa me bedon, që e që me bo. Kam të taku në kryetarin, tha pa të bi inxhjerët si puni, prej qka, kam shku, kam taku inxhjerët i bashkisë, kanë thonë, ja, fundë, kam po letët e tësh, para 3 mujsh, prap kërkus vjenë. Si që dëshmojnë banorët, infrastruktura nëntoksore është totalisht jashtë funksioni, kanalizimet të ndërtuara rreth 45 vite më parë janë jashtë funksioni edhe për shkak të ndërhyrjeve të mëvonshme nga ndërtimi i objekteve të ndryshme, ndërkohë ankesat drejtuar pushtetit vendor deri më sot kanë mbetur në sirtar.